Jemi rikthyer në studion e programit Familja 7, mbështetje për nënat që rrisin fëmijë me nevoja të veçanta. Organizata Momko po sjell në Shqipëri një frymë të re bashkëpunimi, bashkimi e mbështetje për këto nëna, së fundmi edhe përmes një eventi të veçantë ku do të jenë pranishëm edhe përfaqësues të shtetit edhe bashkisë. Do të flasim për mbështetjen që këto nëna kanë nevojë dhe meritojnë dhe për rolin e veçantë që ka marrë Momko në Shqipëri për të qenë pranë tyre. E ftuar në studio kemi zonjën Bona Majkli, drejtuese Momko International për Ballkanin dhe lindjen e mesme. Faleminderit Bona, si gjithmonë kënaqësi të kemi këtu. Faleminderit shumë Enela, e vlerësoj shumë ftesën tuaj edhe e vlerësoj faktin që mund të vim për të pasur një zë, sidomos edhe për muajin që është një muaj shumë i veçantë, muaji i prillit, që është muaji i autizmit. Për përgjegjësimin. Pikërisht jam këtu për të folur në emër të gjithë nënave që janë nënat më guzimtare, që rrisin fëmijë që kanë sfida të përditshme në jetën e tyre, por që këto nëna normalisht që janë heroina, por kanë nevojë edhe për jo vetëm për inkurajim emocional, shpirtëror, por edhe atë praktik. Faleminderit Bona, ndërkohë mund të na prezantosh pak me organizatën Momko në Shqipëri për ata që nuk kanë shumë informacion dhe këto fokusin tuaj për nënat, për fëmijët e tyre me nevojat veçanta. Patjetër Enela, unë kam pasur privilegjin e madh që gjithmonë të vi në studion tuaj, që të flas për organizatën Momko, që më përpara për ato që na ndjekin sot për herë të parë, por edhe për personat e tjerë që na kanë ndjekur për vite me radhë, më përpara kemi qenë MOPS, Mothers of Preschoolers, pra një organizatë për nënat me fëmijë parashkollor. Në fakt, këtë vit organizata ka ndryshuar emrin në Momko, që do të thotë komuniteti nënave, sepse ne duam që të gjitha nënat jenë të përfshira, jo vetëm nënat që i kanë fëmijët me nevojat veçanta, apo jo vetëm nënat që i kanë fëmijët e vegjël, por nënat të gjitha nënat në çfarë do lloj udhimi të jetës që ato të jenë. Pra mund të jenë edhe nënat që i kanë fëmijët e rritur, ose nënat që i kanë fëmijët në shkollë, nënat që prindërojnë vetëm, apo edhe nënat që janë në karrierë, nënat që janë në shtëpi, pra të gjitha nënat, sepse ne mendojmë që nënat së bashku krijojnë dhe bëjnë një botë më të mirë. Po, nuk bëni dallim, ju përfshini të gjitha kategoritë e nënave, por çfarë e dallon ose ju motivon personalisht si skuadër të Momko këtë pjesë, këtë punën me nënat me fëmijë me nevojat veçanta? Patjetër, në fakt vizioni i Momkos është që të inkurajojë dhe të pajisë nënat që të kuptojnë potencialin e tyre si nëna, si bashorte, si gra, edhe si drejtuese, në emër të Jezusit, edhe normalisht në bashkëpunim me një kishë lokale, por duke menduar për nënat që i kanë fëmijët me nevojat veçanta, kanë sfida të jashtëzakonshme. Ne jetojmë në një kulturë, në kulturën tonë në Shqipëri, ku normalisht nënat si rol kanë një rol shumë të rëndësishëm në jetën e së ardhmes, pra në jetën e fëmijëve të tyre. Momko ka si fokus nënën, por kur mendojmë për këto nëna që kanë një sfidë të përditshme, që është sfidë emocionale, një sfidë shpirtërore, një sfidë fizike dhe një sfidë financiare. Pra, kemi shumë nëna në grupin ton që përballen me pjesën nëse nënat e tjera mund të kenë kohë për të ndihmuar dhe fëmijët e tjerë, këto nëna çdo ditë duhet të mbajnë dorën e fëmijës së tyre për t'i çuar në shkollë. Çdo ditë duhet të jenë aty për të kujdesur për ushqimin, për gjërat më bazike për fëmijët e tyre, për t'i çuar në shkollë, për t'i ruajtur fëmijët e tyre nga bullizmi. Gjithashtu këto nëna kanë edhe sfida të tjera, siç është ato ndjehen të vetmuara, ndjehen jo të mbështetura, sepse nuk e gjejnë kohën për të folur për sfida dhe problemet e tyre. Ndoshta edhe nëse e gjejnë kohën, njerëzit nuk arrin dot t'i kuptojnë, të kuptojnë sfidat e tyre të përditshme.
mua më vjen keq dhe por është një realitet i hidhur në kulturën këtu në Shqipëri që shumë nga këto nëna prindërojnë vetëm sepse bashortët e tyre i kanë divorcuar për shkak të pamundësisë financiare, por edhe të mos komunikimit ose të mos ndarjes së përgjegjësive në jetën e tyre për të ndihmuar një fëmijë me nevoja të veçanta. Kështu që këto nëna jo vetëm që përballen me një sfidë të madhe emocionale, por përballen edhe me sfida, janë vetëm, por edhe me sfida shumë praktike që nuk arrin dot të mbulojnë as pjesën më themelore, minimale të një pagese për të ndihmuar, pra për të pasur një kujdestari financiare për fëmijët e tyre, sepse e kanë të pamundur që të kujdesen për të gjitha nevojat e tyre, sepse nuk e kanë mundësinë. Dhe ne, si program IMAMKOS, jemi në fakt, fokusi jonë është për të ndihmuar në mënyrë në pjesën emocionale, shpirtërore, komunitare, por pse jo, kur na jepet mundësia si një rast i tillë, ne do duam që të kemi një zë që këto nëna të mund të tregojnë historitë e tyre tek njerëzit që mund të kenë fuqi për të ndryshuar pjesën e tyre të stilit të jetës, siç është një pagesë në jetën e tyre. Praktike. Në fakt, Mamko vjen me një apel të hartuar, nëse mund të themi, të përpiluar, i cili do të bëhet publik edhe në takimin që do të kemi përfaqësues të shtetit edhe të bashkisë. Cilat janë disa nga pikat, nëse mund të na tregosh, kryesore të këtij apeli? Për çfarë ju do të bëni thirrje aty? Atëre, janë disa pika, por një ndër pikat që shumë e rëndësishme për t'u theksuar është që këta fëmijë nuk kanë mundësi që të kenë dikë tjetër që mund të kujdesen për këta fëmijë. Kështu që normalisht janë nënat ato që i çojnë çdo ditë në shkollë. Kështu që ne kërkojmë që këto nëna të mund të kenë mundësi që të kenë një pagesë minimale për të ndihmuar fëmijët e tyre, për të qenë pranë fëmijëve të tyre, sepse nëse ato nuk kanë një pagesë financiare mujore, normalisht që ajo nën ka nevojë që të punojë diku tjetër që të mbajë financiarisht. Një asistencë. Diçka tjetër që është shumë e rëndësishme është që nënat ka nevojë, pra ne fokusohemi tek nënat që të ndihmojnë fëmijët e tyre, por nënat kërkojnë që të kenë terapi në grup së bashku, pra terapi që është terapi psikologjike, edhe gjithashtu që këta terapistë i paisin nënat se si të ndihmojnë fëmijët e tyre. Ti e ke fjalën për qendrat posaçme. Për qendrat të posaçme, patjetër. Edhe diçka tjetër është që terapitë që fëmijët e tyre bëjnë, fëmijët me nevoja të veçanta kanë nevojë për terapi praktike pothuajse çdo ditë në jetën e tyre, por që të paguash një terapist për një orë, personal, kushton shumë dhe këto nëna nuk e kanë mundësinë. Pra nëse mund të ofrohen terapist ose qendra ku mund këta fëmijë të mund të ndjehen të mbështetur, të përkujdesur, sepse mendonin pak këta fëmijë ndjehen ndoshta nuk e kanë aftësinë komunikuese si një fëmijë sepse dikush nuk ka punuar me të vazhdimisht. Dhe nënat gjithashtu dëshirojnë në këtë apel që fëmijët e tyre të kenë mundësi të mbarojnë shkollën e mesme. Pra janë disa pika shumë të rëndësishme që do t'i ndihmonte këto nëna për të qenë akoma më vigjilente dhe më të ndihmojnë fëmijët e tyre që mund të rrisin kapacitetin motorik edhe kapacitetin emocional tek fëmija e tyre. Pra e vlerësoni ose si e vlerësoni bashkëpunimin me institucionet shtetërore për të ndihmuar në mirëqenien e këtyre familjeve? Unë mendoj që është një pikë shumë e rëndësishme për ne nuk e dim se çfarë ofron e ardhmja. Pra normalisht janë qendrat e bashkisë edhe të qeverisë që mund të ndryshojnë sadopak jetën e këtyre nënave.
por atë çfarë ne kemi në dorë është që t'u japim një zë nënave. Që këto nëna të kenë mundësi të ndajnë historitë e tyre. Pse jo? Në mënyrë që historia e tyre mund të frymëzojë këta njerëz që mund të bëjnë, nëse duan, mund të bëjnë një ndryshim rrënjësor në jetën e këtyre familjeve që janë kaq guximtare, që luftojnë në mënyrë të përditshme me pjesën emocionale, me pjesën financiare, praktike, dhe që mos harrojmë edhe diçka tjetër, unë e përmenda pak më parë. Ne kemi në kulturën tonë shqiptare, ne kemi shumë virtytet shumë të bukura dhe unë i vlerësoj jashtëmase, por për shkak se nuk kemi një ndërgjegjësim shumë të pakët për fëmijët me nevojat veçanta, ne shikojmë që ka dhe shumë bullizëm. Pra bullizimi i këtyre fëmijëve është tepër i madh, sepse njerëzit nuk dinë se si të ndihmojnë. I dëmtojnë dhe ka shumë nga këta fëmijë bullizohen në mënyrë të përditshme. Kështu që është shumë e rëndësishme që të merren disa masa që këta fëmijë të kenë qendrat e tyre që mund të mësohet vlera e tyre, dhuntit që ata kanë, aftësitë motorike, në mënyrë që kur ata të rriten dhe të bëhen të rritur, të kenë mundësi, pse jo, të punojnë, të jenë të pavarur. Gjë që në shtetet e tjera, kjo gjë është shumë bëhet në mënyrë, pra, po të shikojmë fëmijët me aftësi ndryshe, kanë mundësira që kur të rriten ata, mund të kenë një punë të tyre. Gjë që ne do dojmë shumë. Kanë mbështetje politika sociale mbështetëse për ta. Bona, konkretisht grupet e Mamko, si kanë ndihmuar këto gra dhe fëmijët e tyre me nevojat veçanta? Konkretisht ju në çfarë i asistoni? Atëre, vizioni i Mamkos është në mënyrë specifike për të fokusi është tek nënat. Atë çfarë ne bëjmë është që ndërtojmë një qendër komunitare, pra një komunitet nënash ku ne ofrojmë një program të caktuar në mënyrë të veçantë, pra po flasim për nënat me fëmijë me nevojat veçanta, kemi programin e caktuar për to ku ato ne ndajmë një temë që ndihmon në pjesën e tyre të besimit, në pjesën e tyre emocionale, në pjesën e tyre praktike, pra ftojmë folës të ndryshëm që mund të flasim për tema që janë të përshtatshme për këto nëna, që kur këto nëna largohen nga takimi jon, ato të jenë të inkurajuara, të pajisura me një diçka të re që kanë mësuar, por mbi të gjitha që këto nëna të mos ndjehen të pashpresa. Dhe ne mendojmë dhe besojmë me gjithë zemrën tonë që pavarësisht se ne ky moment është një moment ku ne mund të kemi një zë për të ndryshuar jetën e tyre praktike, ne besojmë me gjithë zemër që vizioni Mamkos është për që këto nëna, pavarësisht nga sfidat që ato janë duke kaluar, të mbahen fort mbas shpresës së Jezusit, duke menduar që sfidat janë të shumta, por ato nuk janë vetëm, që Perëndia është me to, edhe që jo vetëm Jezusi, por gjithashtu ka një komunitet që i do, i përshtet. Mikeshash që luten për to, që i mbështesin, që janë aty në kohë vështirësie dhe në kohë gëzimi. Po, në fakt, investimi që ju po bëni shumë i rëndësishëm, Bona, në aspektin emocional, shpirtëror, sigurisht që ju keni nevojë për ndihmë dhe suport nga jashtë përveç kësaj pjese, prandaj edhe është apeli që do t'i drejtoni institucioneve shtetërore, organizatave, njerëzve që duan të ndihmojnë këto nëna. Megjithatë, më aq sa ju keni bërë dhe unë them që keni bërë shumë. A mund të na thuash ndonjë histori suksesi, se me kaq sa keni bërë ka histori suksesi. Imagjino çfarë bëhet po të investohet më shumë. Patjetër. Unë në fakt një ndër historitë e suksesit që unë dua të ndaj është historia një nëne të grupit ton Mamko, një nënë e cila ishte në kulmin e depresionit të saj, në kulmin e ankthit të saj, në kulmin e
të qenurit e pashpresë, saqë ajo arriti një moment që donte të jepte fund jetës së saj. Dhe asaj kishin humbur shpresat, kishte fëmijët e saj, por një prej fëmijëve e kishte me nevoja të veçanta, por për shkak të pamundësisë të sfidave të jashtëzakonshme, ajo e kishte të pamundur që të përballonte këtë peshë të madhe emocionale, këtë peshë të madhe të sfidës që apo kalonte në jetën e saj, kështu që ajo donte të jepte fund jetës së saj dhe ishte vetëm një ftesë e një nëne tjetër që e ftoi atë në një grup mamko, ku për herë të parë kjo nën nuk u ndje më vetëm. Gjithë jetën e saj ajo ishte ndier vetëm nga njerëzit që e rrethonin, vetëm nga institucionet, vetëm edhe nga marrëdhënia e saj me Zotin, sepse ajo nuk e njihte Jezusin dhe ishte thjesht një ftesë që ju bë për të ardhur në takimin e mamko, ku ajo jo vetëm gjeti mikesha që e kuptonin, që e bën atë të ndjeshe e parë dëgjuar dhe e mbështetur, por mbi të gjitha në ato takime ajo gjeti Jezusin. Ajo pranoi Jezusin në zemrën e saj dhe nga të qenurit e pashpresë ajo gjeti shpresë. Nga të qenurit e humbur ajo u gjet nga Perëndia dhe sot kjo nën është një ndër nënat që është aty për të ndihmuar nënat e tjera me fëmijë me nevoja të veçanta. Unë do doja që një ditë ajo ju ta kishit të ftuar, do ta tregonte vetë historinë e jetës së saj. Patjetër, me shumë kënaqësi, gjithmonë kemi hapësirë për dëshmi të tilla. Ndërkohë, çfarë mund të bëj ose ndihmoj komuniteti i gjerë në përgjithësi, ose edhe qoftë individ personal? Unë mendoj që në radhë të parë komuniteti duhet të kuptojë të jemi të gatshëm për të dëgjuar këto nëna. Të jemi thjesht të gjejmë edhe, le të themi, një mundësi për t'i takuar këto nëna dhe vetëm për t'i dëgjuar. Të marrim një informacion se si t'i ndihmojmë këto nëna dhe mbi të gjitha se si ne mund të kemi aty ku kemi mundësi të kemi një zë për të ndryshuar jetën e këtyre nënave. Dhe tani nëse do flasim për komunitetin e krishterë, unë mendoj që të gjendet, pra të ketë, le të themi edhe disa takime ku këto nëna të ndjen, jo vetëm takime, por komuniteti t'i përfshi këto nëna si nëna normale si gjithë të tjerët. Shpeshherë ekziston kjo lloj tabuje pa diferencim. Kjo lloj tabuje që unë nuk flas dot me atë nën, me atë gruas për arsye sepse nuk di çfarë t'i them, ose ajo ka situata të tjera që nuk më përkasin mua. Dhe unë e shikoj këtë, e kam parë këtë në kulturën tonë, dhe është shumë e rëndësishme që ne të mos kemi ndrojet, mos kemi as turp, as edhe frikë, por thjesht një përqafim, thjesht një buzëqeshje, thjesht edhe një lutje, ne mund të bëjmë një ndryshim në jetën e këtyre nënave, sepse këto nëna vetëm nga një shkëndi shprese mund të hapin zemrën e tyre dhe mund të jenë më të gatshme për të njohur Jezusin, por edhe për të marrë një hap drejt ndryshimit të jetës së tyre. Po, për shembull, bona ata që na ndjekin dhe kanë dëshirë që t'jenë bekim për ndonjë nga grupet e mamko ose për gratë dhe për fëmijët aty. Për shembull, çfarë mund t'i sugjeroje ti që të ofronte dikush diçka? Ka qendra për shembull pafund që mund të ofrojnë seanca terapeutike falës për fëmijët. Dikush mund paguaj për kaq kohë që ra në shtëpisë së gruas, e cila jeton vetëm dhe nuk ka suport. Dikush mund të ndihmojë themun me veshmbathjes. Cili do të ishte apeli juaj? Në radhë të parë, ajo çfarë ftesa ime është që nëse ti ke një koha shumë e çmuar, nëse ju keni kohë që të ndihmoni një familje me
që i kanë fëmijët me nevojat veçanta, mund të kushtosh edhe 1 orë në javë, thjesht për të takuar me një nën, ose siç e thatë edhe ju, Enela, shumë e rëndësishme, terapit janë tepër të rëndësishme për fëmijët. Edhe donacionet praktike ndihmojnë shumë. Ose thjesht nëse ti je një psikologe apo je një terapiste që mund të ofrosh dhuntin, talentin tënd për të ndihmuar, për të bërë për të ndihmuar këto familje, për t'u dhënë shpresë. Pse jo, dhe kjo mendoj që janë disa gjëra praktike të thjeshta. Dhe ndihmë konkrete që ato kanë nevojë. Bona, çfarë do t'i thojë ti një gruaje që po përballet me këtë, ka në mbikëqyrje një fëmijë me nevoja të veçanta, nuk është e lehtë. Si do ta inkurajoje ti? Unë në ratë të parë do doja që të kuptoni që sa do unë të përpiqem që të kuptoj një nën që ka fëmijët me nevoja të veçanta, do t'ishte e pamundur për ta kuptuar. Kështu që nëse unë do t'jepja një inkurajim një nëne me nevoja që ka fëmijët me nevoja të veçanta, do t'ishte thjesht që ti nuk je vetëm. Ti nuk je vetëm, ne jemi këtu për ty, që nëse ke nevojë të qash, nëse ke nevojë për një shpatull ku ti të mbështetesh, nëse ke nevojë për një mikesh, ne jemi këtu. Organizata Mamko është mirëpret të gjitha nënat që i kanë fëmijët me nevoja të veçanta, sepse ne mendojmë që kur japim shpresë një nëne, ne kemi dhënë shpresë një familje, dhe kur japim shpresë një familje, ne kemi dhënë shpresë një komuniteti, dhe në fund i kemi dhënë shpresë botës, por shpresa nuk vjen prej nesh, shpresa vjen vetëm nga lajmi i mirë i Perëndis, që Jezusi është ai që mund të na japi shpresën, edhe mund të na japi gëzimin e përditshëm, pavarësisht nga sfidat e shumta që një nën me nevoja të veçanta has në jetën e saj. Dhe një nën që ka dëshirë të përfshihet, të bashkohet me ju, Bona, ku mund të kontaktojë, besoj në rrjetet sociale? Patjetër, ne në fakt jemi në rrjetet sociale, jemi në Facebook, jemi në Instagram, dhe nëse ju keni dëshirë nënat, të gjitha nënat, jo vetëm nënat me fëmijë me nevoja të veçanta, por të gjitha nënat janë të mikpritura në grupet tona. Thjesht Enela, ne kemi sot mbi 20 grupe që i kemi në shumë qytete të Shqipërisë. 20 grupe, ne kemi shkuar nga Shkodra deri në Vlorë. Jemi në Elbasan, jemi në Durrës, jemi në Laç, normalisht jemi në Tiranë kemi shumë grupe. Jemi në Kosovë, kështu që e rëndësishme është që ju të keni dëshirën të vini dhe do gjeni një komunitet nënash që ju duan me gjithë zemrën e tyre. Sa bekim, dhe isha duke menduar, a do ishte e mundur një ditë që të gjitha këto nënat i bashkonit bashkë diku? Patjetër. E keni menduar? Ne në fakt e bëjmë eventet tona, i bëjmë një herë në vit, edhe i mbledhim të gjitha nënat së bashku. Zakonisht e bëjmë në muajin mars, me qenë se është edhe festa e nënës, por mbi të gjitha, ne normalisht ne i mbledhim të gjitha nënat së bashku, por nënat kanë komunitetin e tyre çdo javë, pra ato nuk janë vetëm. Në komunitetin e tyre janë mbledhen së bashku për të inkurajuar dhe për të marrë forcë për më tutje. Dhe cilat janë objektivat e Mamko për te Shqipërisë dhe për rajonin, duke qenë se ti, Bona, tani ke më shumë përgjegjësi, tani ke kaluar në për te kufiet të Shqipërisë dhe në lindjen e mesme. Po, pikërisht, Mamko International sot është në 108 vende të botës. Ne besojmë me shumë zemër që Zoti është duke punuar në jetën e milionave nënave, sepse ato janë katalizatorët. Zoti ka krijuar nënat, pra na ka krijuar ne që të jemi jo vetëm mbartëse të jetës, por gjithashtu ato që japin, në fakt studimet tregojnë që fëmia 0 deri në 6 vjeç gjithë energjinë
gjithë formimin e merr në fakt nga nëna. Pra nëse ne fuqizojmë nënën, ne kemi fuqizuar të ardhmen. Normalisht edhe baballarët, se ata që na dëgjojnë, por meqense fokusohemi tek nënat. Pra, jemi në 108 vende të botës dhe nënat kudo ku kanë përjetuar dashurinë e Jezusit, kanë qenë ndryshuese të rrjedhës së familjes së tyre. Lavdi Zotit, teksa e dëgjoj këtë dhe isha duke imagjinuar një hartë ku Momko dhe pikat e Momkos përtej Shqipërisë, në rajon, në gjithë botën, çfarë bekimi. Amen. Po, shumë e vërtetë. Unë në fakt kam qenë para një muaji kam qenë në një vend në Turqi, në Hatay, që ishte vetëm 20 kilometra larg Sirisë. Normalisht këto nëna kishin pësuar një ndër sfidat më të jashtëzakonshme 2 vite përpara kur ndodhi tërmeti i jashtëzakonshëm në Hatay ku shumë veta humbën jetën, po të shikoj që këto nëna kishin humbur familjet e tyre, kishin humbur shtëpitë e tyre, përsëri e gjenin forcën për të jetuar dhe për të dhënë forcë fëmijëve të tyre. Por kjo ndodhte vetëm kur këto nëna nuk ishin vetëm, kur këto nëna ishin së bashku për të inkurajuar dhe mbështetur njëra tjetrën së bashku. Dhe për mua ishte, unë shkova për të inkurajuar të tjerët, por unë inkurajova vetë. Shumë e vërtet kjo. Bona, shumë faleminderit e për zemrën që ke, për gjërat që ndani dhe për punën e vazhdueshme të mirë që bën. Ti dhe gjithë të skuadra tjetër e Mamkos. Faleminderit Enela, unë në radhë parë dua të falenderoj Zotin për këtë mundësinë që na ka dhënë që mund të mbështesim nënat në Shqipëri. Në radhë të dytë dua të falenderoj të gjitha drejtueset nënat në Shqipëri, drejtueset e Mamko Albania që me gjithë zemrën e tyre ndihmojnë nënat kudo në Shqipëri, edhe gjithashtu më lejoni në fund edhe drejtoreshën e Mamko në Shqipëri Nita Bukovski, e cila me një zemër të madhe përkujdeset për gjitha nënat në të gjitha qytetet këtu në Shqipëri. Po bëni një punë të shkëlqyer. Faleminderit, bona, shumë suksese. Faleminderit Enela, vlerësoj. Faleminderit. Në fakt, iniciativa të tilla si kjo e Mamko në Shqipëri tregojnë fuqinë e komunitetit, solidaritetit në përballimin e sfidave të përditshme. Falenderojmë sinqerisht zonjën Bona Majkli për ndarjen e përvojave dhe vizionit punës së Mamkos. Le të vazhdojmë të ndërtojmë ura mbështetje dhe mirëkuptimi për gjitha nënat dhe familjet në nevojë. Rikthehemi pas pak në studio.